Këto ditë duhet me dhanë sadakatul vitrin, vitra që i kemi dhana në popull. Dhe mos mashtrohet dikush vitre mos me dhanë, sepse agjerimi jëtë që ti e ke ba dhe unë, kemi ba ka pa gabime, ose me të folët, ose me ndëgjum, ose kemi ndëgju keq, ose kemi me ndu keq, e Allahu Gjeleshanuhu agjerimet tona nuk po dënë me i pranu pak dëmtune, po dënë me i pranu të pasrëta. Dhe vitra është me pastru agjerimin tënë që ti edhe unë ka mundësi që kemi gabu gjatë rukëtimit këtë mujor që kemi vepru. Dhe vitra është për se cilin njeri, që ka gjeru, po dhe nëse s'ka gjeru. Bili vitre mëse doj për familjes tonë. I fëmijët gjithqysh, po dhe mbarkun e nanës nëse është, edhe për ata jemi të obligu me dhanë vitra. Dhe vitren është caktuar në Kryeqytetit Bashkisë Islame 2, 3, 5, 7 ose 10, po vitren e cakton ti. Ashtu që ki mundësit materiale, që ke hangër iftarin, që ki punë, atër ja cakton vitit tënë sa me dhanë vitren. Mirë po ju këshalu që vitrat mos me ilan pa i dhanë. Dhe koha e fundit e vitrës që me dhanë është namazi i Bajramit. Momentin që e fa namazin e Bajramit, vitër më nuk i. E këto ditë